Shtëpia e restauruar e shkrimtarit Ismail Kadare hapi dyert për të bërë aksesueshme për të gjithë vizitorët këtë të shtunë. News 24 sjell pamjet e para të shtëpisë me vizitor. E mobiluar në stilin e shtëpive të vjetra karakteristike në brendësi të saj, gjenden objektet kryesore të një shtëpie tradicionale gjirokastrite. Në banesë janë të ekspozuara edhe objektet e dhuruara nga vetë shkrimtari, një sanduk i vjetër me motive, një mangall dhe djep i tij kur lëkundur foshnje. Dhuratë e shkrimtarit për shtëpinë e kthyer tashmë në muze ka qenë edhe një helmet lufte, dhuratë gjatë vizitës së tij në Vietnam, si edhe një dekorat dhe flamuri amerikan, një tjetër dhuratë e arkivit personal të Kadares. Gjithashtu në ambientet e brendshme të shtëpisë ndodhen të ekspozuara edhe pikturat e poetit të Gjirokastrit Bashkim Ahmeti, që kryesisht janë portrete të shkrimtarit të personifikuara si personazhet e tij letrar. Mësohet se këto objekte do të jenë të ekspozuara në banesën Kadare që tashmë ka hapur dyert për publikun e gjerë. 1.250.000 lekë ka qenë fondi akorduar nga Bashkia Gjirokastër për mobilimin e shtëpisë. Shtëpia Kadare është në administrim të Ministrisë së Kulturës dhe do të shërbejë si një qendër kulturore, muzeore dhe rezidenciale.